O, Prishtina jam e zemrës dhe I kërkoj edhe kundër kandidatit tim që të reflektoj. Fitore në madhe të lidhjes demokratike të Kosovës Prishtinë. Lejoni që para jush e në emërt jush të shpallim edhe njerë sheshin më të mirë të Republikës, pranë sheshit Ibrahim Rugova Skënderbeu. Fitore në madhe të lidhjes demokratike të Kosovës Prishtinë, fitore në Parim Ramës për kryetar të Prishtinës. Lejoni që t'ju falenderoj fillimisht për gjithë rrugtimin e bërë bashkë në këtë garë, për kryeqytetin tonë, për Prishtinën tonë, për lagjet tona, për familjet tona. Ju jeni forca kryesore fitores sonë, prandaj kjo fitore është e juaja. Urime juve për këtë fitore të madhe. Dhe tani në këtë moment, në duartrokitjet e mëdha tuaja, letja japim fjallën kryetarit të tashëm dhe të arshëm të Prishtinës për Parim Rama. O, Prishtina jam e zemrës. Prishtina jam e zemrës, ju dua shumë, ju falenderit shumë për besimin që ma keni dhënë edhe për 4 vjet së bashku. Na prifte mbara. Sot është fitore e të gjithë qytetarëve të kryeqytetit, sot është fitore e të gjithë Kosovës. Prishtina tregoi që don zhvillim, Prishtina tregoi që nuk don bllokim. Pra shkojmë përpara drejt të djathtës së zhvillimit e I thojmë jo sabotimit. Kjo është Prishtina e ëndrave tona, Prishtina të cilën të gjithë e duam. Prishtinën që po e shtyjmë përpara së bashku. Sheshet nuk po na dalin boll, do t'i vazhdojmë dhe te xhamia e madhe. Në projekte madhore si qyteti I mençur që e kemi menduar që është si ëndër, por tash është realitet, Prishtina ka shku përtej. Me projekte të tjera të cilat I kemi prezantuar, nuk ka asnjë dyshim që të gjithë ne do të mburremi me vendin ku jetojmë, me vendin e ëndrave tona. Prishtinën po e bëjmë evropiane, ju falenderoj nga zemra që më keni besu. Edhe ecim përpara Prishtinën përtej së bashku. Faleminderit e Lumirit e ekipës këtu, Albinës e Kristales. Dhe I kërkoj edhe kundër kandidatit tim që të reflektoj. Që të bashkëpunoj, sepse është për të mirën e të gjithë fëmijëve dhe të fëmijëve të tij. E thras qeverinë e tashme të detyrë dhe çfarë do qeverie që do të vinë në të ardhmen, që t'jetë bashkëpunues me kryeqytetin, sepse kryeqyteti është motori ekonomik I zhvillimit të gjithë Kosovës. Po të ecim përtej së bashku me një Prishtinë të mrekullueshme, një Prishtinë të ëndrave, një Prishtinë evropiane. Faleminderit nga zemra, na prifte mbara së bashku. Na prifte mbara së bashku.